Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po takohemi ditën e sotme sërish së bashku në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush ngjarjet edhe dinamikat më të fundit që në fakt ju i keni parë nga që janë aktive në kanalin YouTube të Top Channelit, janë ngjarje që vetë është folur nga ana e protagonistëve, por ti komentojmë qëndrimet e tyre. Fillimisht do të nisim të flasim për Xheneta Fetaun dhe marrëdhënien e saj, që Xheneta në fakt ka krijuar me Eglin, por Xheneta dhe Egli nuk është se njihen mes njëra tjetrën. Xheneta, një nga emrat më të përfolur pas përfundimit të Big Brother VIP, ka shpërthyer në rrëfime që ndezën sërish flagën e intrigave. Në një moment krejt të papritur gjatë emisionit Trotuar, ajo hodhi dritë mbi një ngjarje që sipas saj ndodhi jo para kamerave, por në korridoret e Top Channelit. Një buzëqeshje, vetëm një buzëqeshje, por jo çfarëdo buzëqeshje, një buzëqeshje enigmatike e hedhur nga gjesti në drejtim të saj. Ishte kjo një shenjë padukshme, një mesazh pa fjalë apo thjesht një moment i rastësishëm që po merr për masa të tjera. Graciano, komentuesi i mprehtë i ngjarjeve televizive, nuk hezitoi ta quajë këtë si një prej momenteve që tronditën edhe stafin e emisionit. Ndonjëherë një shikim thot më shumë se sa një intervistë e tërë, theksoi ai. Por a është kjo një buzëqeshje, një rikujtim i së shkuarës apo një hyrje e re në një kapitull të papritur? E ndërsa thashë themet sa po kishin marrë hof, u përmend edhe një tjetër emër, Egli. Kur Xhenetës ju bë pyetja nëse kishte takuar Eglin në ambientet e Top Channelit, ajo e mohoi, por më pas shtoi një detaj që ngriti më shumë vetulla. Nuk i kam parë në televizion, por po flejmë në të njëjtin hotel. Kjo deklaratë e dhënë me një buzëqeshje plot nënkuptime, hapi një derë të re për dyshime. Kush po ndjek kë? A është kjo një koincidencë e pafajshme apo një takim i planifikuar? Dhe mbi të gjitha, a ka më shumë lidhje midis Xhenetës, Gjestit edhe Eglit, se sa është thënë publikisht? Një hall hoteli në Tiranë është bërë pa e ditur askush skena ku rrugët e tyre ndoshta janë përplasur sërish. Nuk ka kamera, nuk ka spektator, vetëm heshtje, shikime dhe shumë pikpyetje. Për fansat e Big Brotherit që e mendojnë se spektakli mbaron me finalen, kjo histori është prova se loja vazhdon edhe jashtë mureve të shtëpisë, sepse ndjenjat, konfliktet dhe të pathënat nuk kanë nevojë për transmetime direkte. Ato jetojnë në heshtje, në nënkuptime, në ndodhi të përditshme që na bëjnë të pyesim, a është thjesht kjo një rastësi apo një fillim i ri? Në këtë botë të mbushur me tensione të padukshme, çdo buzëqeshje është një kod, çdo vendodhje është një pistë dhe çdo takim një enigmë që në fakt pret të zbulohet. Një gjë është e qartë, loja ka mbaruar në shtëpinë e famshme, por lufta e egove dhe krenarive sapo ka nisur. Dua pak të komentoj marrëdhënien e Xhenetës edhe komentet që në fakt Xheneta po bën nëpër media, konkretisht në emisionin Trotuar, edhe pse e lënduar nga hera e kaluar që pati një përplasje televizive, do ta quaj së bashku me Bledi Manen, Xheneta u kthye përsëri në Trotuar me energji të plot, por edhe me skena, duke bërë skena interesante për të tërhequr vëmendjen e publikut. Xheneta ditën e djeshme e bëri edhe më të kuptueshme që Gjesti dhe Egli janë në një lidhje dashurie, do të thënë vazhdojnë me marrëdhënien e tyre, vazhdojnë edhe jashtë shtëpisë së Big Brotherit, duke konfirmuar që ato të dy së bashku flejnë po në të njëjtin hotel. Do të thënë është ngjitur me fjalën që Egli tha në portokallise, ku e dini ju që unë nuk flë me Gjestin. Kjo gjë e bëri që Xheneta Fetau të jetë në qendër të vëmendjes dhe të kuptojmë që produksioni i Top Channelit, i ish banorëve të shtëpisë së Big Brotherit, por edhe njëkohësisht ato të cilët e luajnë rolin të komentuesit, në këtë rast Xheneta në Trotuar, do të thënë me vendbanimin e tyre në Tiranë janë të pozicionuar tek hoteli ku është i pozicionuar Gjesti. Xheneta dhe Gjesti me patjetër që nuk kanë ndonjë lloj marrëdhënie mes njëri tjetrit, ndoshta mund të kenë shkëmbyer në një muhabet për një kafe, për shembull,
gjatë kohës kur kanë ngrënë mëngjesin apo kanë ngrënë darkën, edhe pse me sa di unë Xheneta nuk është seri shumë gjatë në Tiranë, ajo ikën vetëm për incizimet e të dielës, pasi që emisioni të dielës me sa unë e di nuk është live në transmetim, dhe Xheneta ndoshta këtë e tha edhe për i çik vëmendje publike, por gjithsesi u përafërsohet thashë themeve të cilat janë përfolur që Gjesti dhe Egli ndajnë momente së bashku dhe vazhdojnë njohjen e tyre. Çuditërisht në këtë rast Egli ka një lloj qëndrimi krejtësisht të ftohtë, nuk e komenton Xhenetën fare, nuk po merret fare me Xhenetën, nuk kemi parë një përballje në fakt të Eglit edhe të Xhenetës në trotuar, ndoshta në ditët në vazhdim mund të ketë një përballje të këtillë, pasi që e ftuar ka qenë Danja dhe disa nga banorët e tjerë, por jo Xheneta, kjo Egli dhe Gjesti, por gjithsesi besoj që Xheneta ndoshta këtë momentin e pret gjatë gjithë kohës edhe si opinioniste në emisionin Trotuar për të patur një përballje interesante mes Eglit edhe mes Gjestit. Gjithsesi, Xheneta la të kuptohet që Egli dhe Gjesti flejnë bashkë, do me thënë marrëdhënia e tyre është në ditët më të bukura, ato e patën thënë edhe në post Big Brother që i kemi lënë hapësirën njëri tjetrit që të njihemi sa më shumë jashtë, të njohim karakteret e njëri tjetrit, të njohim botën e njëri tjetrit dhe të ndërtojmë atë lidhjen tonë që është përfolur shumë dhe normalisht dhe Gjesti dhe Egli e kanë vërejtë që shqiptarët e kanë shumë në preferencë që të ndërtohet një lidhje dashurie mes tyre. Por gjithsesi, rrugtimi do ta tregon se si do të merr kjo marrëdhënie, se sa do të jenë të afruar. Deri më tani nuk kanë postuar asnjë gjë së bashku në rrjetet sociale, por gjithmonë duke qenë të besueshëm ndaj fjalëve të tyre që marrëdhënia e tyre vazhdon të jetë në rregull edhe të mos të jetë publike, por të mbetet private nga personazhe publik. Në fakt u janë i çik si në koincidencë, por ato kështu kanë përzgjedhur, por Xheneta ditën e djeshme e ka konfirmuar duke fjetur në hotel të njëjtë ku flen Gjesti që marrëdhënia e tyre është në rregull, Egli po flen në të njëjtin hotel, do të thënë po viziton Gjestin, po takon Gjestin, po ndajnë momente së bashku dhe gjithçka bëhet në mënyrën më të bukur të mundshme. Gjithsesi, ne do takohemi sërish së bashku, ju shprehni komentin dhe mendimin tuaj në këtë komentim që bëra unë dhe në atë që ju dje keni dëgjuar në trotuar, pasi që ishte mbi një orë emision, një orë e gjysmë, dhe Xheneta ka folë për gjithçka rreth marrëdhënies së Gjestit edhe Eglit, edhe pse në dy premiera më herët të trotuarit, le të themi në 2 javë më parë, Xheneta tha që nuk do të flasë më për këtë marrëdhënie, por vazhdon të flet akoma.